Leo është një kamion që neve na ndihmon. Makinat si ti ndërtojmë, ai na mëson. Ky kamion i vogël blu punon për çdo ditë. Gjëra treja të mësojnë që të gjithë fëmijët. Leo, Leo, ti jen sjell tek ju. Roboti i kuq sot po punon si makinist. Treni u nis. Nxito Kal, nxito. Në tren pas ka hypur një viç i vogël. Edhe një dele? Oh, mos! Kali nuk arriti dot të hypte në tren. Mos u mërzit, Kali vogël. Kamioni Leo do të të ndihmoj. Përshëndetje, Leo. Çfarë na ke sjell sot? Sot Leo do të ndërtoj një rimorkjo për një kal. Platforma gri. Katër rrota. Pjesa e sipërme e kuqe. Krahët mbrojtëse të rrotave. Ja dhe san që Kali mund të haj rrugës. Dy shirita të verdh. Shirita të kuq për anët e rimorkjos. Tani të vendosim xhamin. Ja dhe çatia e gjelbër. Dritat. Kjo pjesë është për bashkimin e rimorkjos me veturën. Po, çfarë po ndodh, Leo? Pa shiko, mungo ka dera e pasme. Duhet shkojmë ta gjejmë atë. Tani treni do të arrijë në stacion. Le të shohim çfarë pjesësh ka sjell ai. Rrota. Këto nuk na duhen. Një derë për automjet. As kjo nuk na duhet. Ja ku është ajo që na duhet ne. Ta vendosim derën e pasme në rimorkjo. Tani, le të bashkojmë rimorkjon me makinën. Eja Kal, hyp! Ky është një park argëtimi.
Dhe përballë tij është një platformë me pengesa ku kali mund të vrapojë dhe të kërcej. Kërce! Të lumt! Kërce! Sa po argëtohet kali ynë. Leo, shumë faleminderit. Leo është një kamion që neve na ndihmon. Makinat si ti ndërtojmë, ai na mëson. Ky kamion I vogël blu punon për çdo ditë. Gjëra treja të mësojnë që të gjithë fëmijët. Leo, Leo, ti jenë sjell tek ju. Piruni I vogël po mundohet të sistemoj trungjet në sheshin e lojrave. Po ai nuk po arrin dot ta bëj këtë. Trungjet I rrëshqasin dhe I bie në tokë. Leo do di si ta ndihmoj mikun e tij. Ai do t'i ndërtoj një automjet të ri, kamion për transportimin e trungjeve. Le të fillojmë ta ndërtojmë kamionin këtu. Leo, a je gati? Së pari lidhim kabinën me shasinë. Vendosim 3 rrota në njërin anë. Dhe 3 rrota në anën tjetër. Tani dritat e përparme. Ja dhe dritat e pasme. Radiatori. Mbrojtësja e përparme. Dhe në pjesën e pasme do vendosim ndalesa të forta metalike. Shikoni, kjo makinë mund të mbajë trungje. Tani kemi nevojë për një krah vinçi. Na nevojitet për të ngritur trungjet. Leo, shkojmë ta kërkojmë. Shiko Leo, cila nga këto na duhet për të kapur trungjet? E sakt, kjo është dara që na duhet ne.
Ndërsa Leo po ndërtonte kamionin, Piruni i grumbulloi të gjitha trungjet. Sa mirë! Shikoni sa bukur punon. Transportuesi trungjeve tani mund të nisesh. Punë e shkëlqyer, Leo. Leo është një kamion që neve na ndihmon. Makinat si ti ndërtojmë, ai na mëson. Ky kamion i vogël blu punon për çdo ditë, gjëra treja të mësojnë që të gjithë fëmijët. Leo, Leo, ti jenë sjell tek ju. Kamioni Leo po del nga shtëpia e tij. Po çfarë ndodhi? Aha. Për të mbrojtur nga dielli, Leo vendosi një kapele. Sot është një ditë me të vërtetë nxehtë. Dhe të gjithë kanë dalë jashtë për të luajtur. Robotët po luajnë pranë lumit me top. Ndërsa Leo do të ndërtojë diçka të re. Ej, kape topin, robot! Tani Leo do të shkarkoj pjesët dhe do të ndërtoj një shpërndarës akulloreje. Ky është trupi i bardhë i makinës. Kjo është makineria që bën akulloren. Krahët, dyert, katër rrota. Mbrojtësi i përparëm dhe mbrojtësi i prapëm. Grila e radiatorit. Ja dhe 2 dritat e përparme. 2 tenda shumë ngjyrshe për të mbrojtur nga dielli. Ja dhe folsat për zërin e lartë. Dhe një akullore e madhe plastike që të gjithë ta shohin dhe të dinë se çfarë akullorje të shijshme po përgatitet në këtë makinë. Kamioni i akullores është gati. Robot, mos dëshiron ta nisësh ti atë? Hyr shpejt brenda. Ej, miq, shikoni! Është një shpërndarës akulloreje. Shpresoj që akulloret tani të jenë gati. Oh, ajo nuk po nxjerr akullore. Mos u trishtoni, robot. Leo, a mund t'i ndihmosh ti? Për të bërë akullore, duhet qumësht dhe kausha. Besoj se këto do i gjejmë tek dyqani i Pirunit të vogël. Përshëndetje, Piru i vogël. Sigurisht, Leo. Ti mund të marrësh qumshtin edhe kaushat.
Faleminderit, miku im. Hidheni qumshtin në makinën e akullores. Dhe kaushi është vendosur në vendin e tij. Robot, ule levën. Shkëlqyeshëm. Roboti kuq, ku po shkon ti? Dëshiron akullore me lule shtrydhe? Fute lule shtrydhe në makineri. Ja ku është edhe akullorja me lule shtrydhe. Ju bëf të mirë. Punë të shkëlqyer bëre Leo. Leo është një kamion që neve na ndihmon. Makinat si ti ndërtojmë, ai na mëson. Ky kamion i vogël blu punon për çdo ditë. Gjëra treja të mësojnë që të gjithë fëmijët. Leo, Leo, ti jen sjell tek ju. Shikoni atje, po vjen një kamion i vogël. Emri i tij është Leo. Oh, shikoni një pemë të bardhë. Kjo duket si një pemë molle. Por kjo është e gjitha e bardhë. Leo, mos duhet ta ngjyrosim? Ja ku janë dhe bojrat. Çfarë bojrash do të na duhen për të ngjyrosur pemën e mollës? Ngjyra e gjelbërt. Ngjyra kafe. Ngjyra e verdhë. Ngjyra e kuqe. Dhe ngjyra blu. Shumë mirë. Le të shkojmë e ta ngjyrosim. A mund të ndihmoni Leon të emërtoj ngjyrat? Ngjyra kafe. Ngjyra kafe është për trupin e pemës. Ngjyra e gjelbërt. Ngjyra e gjelbërt është për të ngjyrosur gjethet. Sa bukur. Na duhet të vazhdojmë, Leo.
Ngjyra e verdhë. E verdha është për mollët që nuk janë pjekur ende. Ngjyra blu? Leo, a mund t'jenë mollët blu? Jo, po çfarë ngjyre na duhet atëhere? Ngjyra e kuqe. Sepse mollët e pjekura janë ngjyrë të kuqe. Të lumt, Leo. Është një pemë molle shumë e bukur.